nga Claire Nuttall. Me objektivin e vitit 2030 tashmë në tavolinë, Shqipëria, një vend kandidat që nga viti 2014, tani po shkon drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Qeveria e Shqipërisë ka vendosur një objektiv të brendshëm ambicioz për të përfunduar negociatat deri në vitin 2027 dhe për të përfunduar procesin e ratifikimit brenda 3 viteve. Ne nuk do të pushojmë derisa të hyjmë në derën e Bashkimit Evropian dhe të ulemi në të njëjtën tryezë që bën Bashkimi Evropian, deklaroi kryeministri Edi Rama në një konferencë të fundit për shtyp së bashku me shefen e politikës së jashtme të BE, Kaja Kallas. Në këmbim, Kallas, në një turne rajonal nëpër Ballkanin Perëndimor, vlerësoi ritmin e reformave të qeverisë shqiptare. Është jetike për të mbajtur ritmin e lartë të reformave, e kuptoi gjithashtu se reformat janë gjithmonë mjaft të vështira, tha Kallas. Megjithatë, ajo shtoi se ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian. Shqipëria nuk ka qenë gjithmonë ndër pararencit në garën për anëtarësim në BE. Maqedonia e Veriut ishte vendi i parë nga Ballkani Perëndimor që fitoi statusin e kandidatit në vitin 2005. Ndërsa përparimi i Maqedonisë së Veriut ka ngecur që atëherë ishin Malizi dhe Serbia, që ecën përpara në vitet e fundit, duke hapur negociatat përkatësisht në 2012 dhe 2014. Shqipërisë u dha statusi i kandidatit në qershor 2014, menjëherë pas një ndërhyrjeje të armatosur në të ashtu quajturin Mali i marijuanës në fshatin Lazarat, që synonte të qetësonte frikën midis anëtarëve të BE-s të Evropës Perëndimore për të eksportuar drogë dhe krim. Këto shqetësime u zbutën gradualisht nga rishikimi i gjerit gjyqësorit i nisur nga qeveria në Tiranë, e cila u përballë me opozitën politike e protesta të dhunshme për detyruar ndryshimet e kërkuara. Procesi i reformës në drejtësi filloi në vitin 2016 me ndryshime gjithëpërfshirëse kushtetuese dhe kulmoi me krijimin e strukturës së posaçme kundër korrupsionit, SPAK, në vitin 2019. SPAK ka ndjekur penalisht një sër figurash të profilit të lartë, përfshirë deputet, ministra dhe kryebashkiak, dhe është kthyer në një simbol të progresit institucional të Shqipërisë. Megjithatë, progresi i anëtarësimit të Shqipërisë u ngec për arsye që nuk kishin të bënin me performancën e saj dhe në vend të kësaj ishin të lidhura me Maqedoninë e Veriut fqinje. Të dy vendet u bashkuan së bashku në procesin e anëtarësimit, por Maqedonia e Veriut u bllokua në mënyrë të përsëritur nga përparimi nga kërkesat e vendosura nga fqinjet e saj, anëtar të BE-s, fillimisht Greqia dhe së fundmi Bullgaria. Ky mbetet rasti pasi qeveritë e njëpasnjëshme në Shkup ka luftuar për të miratuar legjislacionin shumë jo popullor të kërkuar nga Bullgaria, ndërkohë Shqipëria ka ecur përpara. Konferenca e saj e parë ndërqeveritare që shënon fillimin zyrtar të negociatave të pranimit u zhvillua në korrik 2022, pasi pushtimi rus i Ukrainës e detyroi Brukselin të rimendonte politikën e tij të zgjerimit. Shqipëria ka hapur tashmë negociatat në klasterin fundamental, shtylla kurizore e procesit të anëtarësimit, që mburon shtetin e së drejtës, institucionet demokratike dhe antikorrupsionin. Në zhvillimet më të fundit, Shqipëria zhvilloi konferencën e tretë të anëtarësimit me Bashkimin Evropian në dhjetor 2024, gjatë së cilës nisën negociatat për klasterin 6 për marrëdhëniet e jashtme, që përfshin kapitullin 30 për marrëdhëniet e jashtme dhe kapitullin 31 për politikën e jashtme, të sigurisë dhe të mbrojtjes. Ndër vendet e tjera nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, Malizi po shkon në mënyrë të qëndrueshme më pranë anëtarësimit, me 2028 të caktuar si datë objektive të pranimit. Serbia është përballur me thirrje që progresi i saj të ngri nëse nuk është në përputhje me politikën e jashtme të BE-s ndaj Rusisë. Beogradi ka refuzuar të bashkohet sanksioneve perëndimore të vendosura ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës. Kohët e fundit Marta Kos, komisionerja e sapo emëruar evropiane për zgjerimin, përcaktoi Shqipërinë dhe Malin e Zi, jo Serbinë apo Maqedoninë e Veriut, si dy kandidatët kryesor në mesin e kandidatëve të Ballkanit Perëndimor, me një perspektivë realiste për të përfunduar negociatat deri në vitin 2026 ose 2027. Por ndërsa ajo fiton nga fqinjet e saj, bisedimet e pranimit të Shqipërisë në BE shihen ende si një garë me kohën, siç paralajmëroi Rama gjatë një takimi të nivelit të lartë në Tiranë më 3 prill. Duhet të kalojmë derën që na është hapur, jo vetëm si një mundësi reale, por si një mundësi aktuale dhe e tanishme. Është një derë hapur me premisën se deri në fund të vitit 2027 ne mund të përfundojmë negociatat e anëtarësimit, bazuar në vullnetin e ndërsjellë mund të mbyllen, sepse historia e zgjerimit të BE-s tregon se dyert të tilla hapen dhe mbyllen. Kjo ndjenjë urgjencë nuk është e pabazë. Procesi i zgjerimit të BE-s ka qenë prej kohësh i ndjekur nga inercia dhe skepticizmi i brendshëm, me lodhjen e zgjerimit që ka filluar pas raundeve të mëdha të zgjerimit të fillimit të viteve 2000. Shqipëria ka përballuar shumë veto dhe vonesa gjatë viteve. Klima e gjeopolitike rajonale, veçanërisht pas pushtimit rus të Ukrainës, e ka shtyrë Brukselin në veprim, por dritarja mund mos qëndrojë hapur për shumë kohë. Kos bëri thirrje në mars për një riformulim themelor të procesit, duke thënë se në vend që të përdor termin zgjerim, ajo preferon Bashkimin e Evropës. Ajo paralajmëroi gjithashtu kërcënime të reja ndaj unitetit të Evropës,
Për herë të parë ne jemi dëshmitar të një situate ku procesi tradicional i vendeve kandidate që plotësojnë kushtet dhe më pas antarësohen në BE nuk zbatohet më. Forcat e jashtme tani kërkojnë në mënyrë aktive të bllokojnë disa vende nga antarësimi, diçka e paprecedent në zgjerimet e kaluara. Shqipëria gëzon mbështetjen më të lartë publike për antarësimin në BE në rajon 77%, krahasuar me një mesatare rajonale prej 54%, sipas një raporti të dhjetorit 2024 nga Këshilli Evropian për marrëdhëniet me jashtë ECFR. Raporti i ECFR argumenton se Shqipëria mund të bëhet një tjetër histori suksesi, krahas Malit të Zi, në valën e fundit të zgjerimit të bllokut, por vetëm nëse vullneti politik ruhet nga të dyja palët. Shqipëria po kalon momentin e saj në garën për antarësim në BE, por ndërkohë që dera e BE-s mund të jetë e hapur për Shqipërinë aktualisht, megjithëse në Tiranë ka frikë se ajo nuk do të qëndrojë pafundësisht e tillë.